Organizoni referendum në Kosovë, urdhnoni, pyetni popullin, a jeni për negociata me Serbinë, ju tregon populli. Ju e dini që s'ka lënë ai referendum. Prandaj dëshironi që 4-5 vjet të merreni vesh për një çështje që ka të bëjë edhe me brezat e arshëm. Thoni dialogu shqiptaro-serb për me ndreq marrëdhëniet edhe me i pushuar miqësitë e vjetra. Unë mendoj që kryeministri thotë që nuk ka drejt flas në emër shqiptarëve. Nëse është çështja shqiptaro-serbe, prap duhet me thirr Tiranën. Është shumë e tmerrshme që po dëshironi me kriju mentalitetin e teorisë lojës. Çka fitojmë, çka humbim. Nuk kena fitu as në Vjenë, as një negociat me konferenca shtypi, me bisedime, po qëtu ka ardhur për shkak të gjakut dëshmorëve, për shkak të atyre që nuk janë më. Junën për negociata veç e keni zvoglu ato, nuk e keni rrit. Neve pavarësia na ka taku, po ju i keni dhënë 5+1 komuna dhe 45 zonat veçanta. Nuk është teori e lojës kjo. Edhe mua nuk se menoj që kjo është një punë shumë serioze, e menoj që ju s'jeni serioz. Jemi bërë shumë, qëllin ersojmë, si shkapat zezë fluturojmë, për komtaren jetën e japim, shkojmë kudo se ndalim hapim. Nga Lugina, Kosovë Malsi, nga Ilirita e Qamëri, Japonisën e dëshirë zotit, ku qezin të kastriotit. Shqipëriti më jender, më jebe emri shqipëtar, kafe haska kufi, që për qankes shqiptari. Shqipëriti më jender, më jebe emri shqipëtar, nuk kafe haska kufi, që për qankes shqiptari. Për Shqipëri po jepet besa, ka preteza deri t'i tha, jam krenar që jam shqiptar.